Në episodin e sotëm, Dëshmi të Krishtera do të dëgjoni për një ngjarje të ndodhur vite më parë në Selanik. Janë dy prindër që dëshmojnë për tragjedinë që ju ndodhi me djalin e tyre të vogël, 4 vjeçar, të cilin e përplasi makina, dhe se si lutja me përgjërim drejtuar Zotit Krisht transformoi realitetin nga mankth në një gëzim të pamas. Djali që ishte në gjendje të rëndë shpëtoi nga hematomat e rënda në kokë dhe në këmbë. Dhe kjo ishte edhe një çudi për ekipin mjekësor të spitalit të Selanikut. Dikush u lut. Por çfarë ndodhi? Ndiqni dëshminë e atë Athanas Gjika dhe bashkëshortes së tij përfitëreshës zonja Maria Gjika. Μία από τις μεγάλες ευλογίες που είχαμε στη ζωή μας. Një ndër bekimet më të mëdha që kemi patur në jetën tonë është rasti i njohjes sonë me kryepiskopin Anastas, kryepiskopin e Shqipërisë. Në vitin 1992, sapo u bë kryepiskop i Shqipërisë, në përpjekjen e tij për të gjetur bashkëpunëtor për të zhvilluar veprën në Shqipëri, sipas vizionit të tij, ju desh të zhvillonte disa komunikime me njerëz të devotshëm të kishës në Greqi. Dhe duke kërkuar këtë bashkëpunim, foli me igumenin e manastirit të Simonopetras, atë Emilianin, që të mund të zhvillonte disa takime në Selanik me persona të njohur të tyre dhe që mund të diskutonin me ta se çfarë do të bëhej përmes këtyre takimeve. Igumeni, Jeron dhe Emiliani, që është edhe aty në shpirtëror, na thiri dhe na tha: "A mund të zhvillojmë një takim në shtëpinë tuaj me kryepiskopin e Shqipërisë?" Dhe ne ju përgjigjem që asgjë nuk diskutohet. Ky është një bekim i madh, i veçantë për ne. Dhe kështu pra u vendos që të zhvilloj takimi me personat, me atë Eusebi Vitis, atë Emiliani, etër nga manastiri Simonopetras, atë theologu, atë Efremi, etër të cilët erdhën më pas në Shqipëri, të ndihmojnë në veprën pimatike, si dhe 2-3 persona të tjerë. Ram dakord që takimin ta bënim një të diel. Erdhi koha të përgatiteshim për këtë takim, por ndodhi një sfidë për ne, një tundim që na tronditi sa desh të na lëkund. Pra ndodhi diçka për familjen, për shtëpinë tonë, të premten para të dielës që do ta tregojmë si vijon. Το οποίο ήταν το εξής. Ναι, έχουμε 5 παιδιά. Kemi 5 fëmijë, që në atë kohë, njëri gjendej në manastirin e Simonopetras, 2 të tjerë në manastirin e Ormilias, dhe 2 të vegjlit, Jani dhe Haralambi, ishin në shtëpi. Jani atëherë 4 vjeç, dhe unë ndërsa bëhesha gati të premten për përgatitjet e tryezës, sepse do të vinin 10 veta me kryepiskopin në shtëpinë tonë, pra, ndërkohë që përgatitesha, vinë edhe më lajmërojnë se fëmijën tuaj e goditi një makinë. Συνέβη, έρχεται και μου ειδοποιούν ότι το παιδί το χτύπησε αυτοκίνητο. Τέλος πάντων πάμε στο νοσοκομείο όπου ήταν και το παιδί μας... Shkojmë në spital ku ndodhej djali dhe mjekët na thanë që fëmia ka hematoma në kokë. Një traumë të madhe në këmbën e djathtë dhe djegje nga gomat, rrotat e makinës, saqë i dukeshin kockat. Και φαινόταν και τα οστά. Και είπαν οι γιατροί θα γίνουν αλλαγές. Mjekët thanë që do të bëhet qepje, ndërhyrje kirurgjikale, si dhe një grafi në kokë e të tjerë. Këtë ngjarje mësoi atë Emiliani. Bijtë e mina, thot, ndoshta duhet të anullojmë takimin me kryepiskopin. Jo, Gjeront, do të jetë një bekim për ne. Mos u shqetësoni. Nuk do t'i themi asgjë kryepiskopit, do ta mbajmë ne brenda vetes. Erdhi e diela dhe kryepiskopi shkoi në kishën e Shën Harallambit, kish pjesë e manastirit të Simonopetras, dhe nuk më shohi, por qëndroi brenda shenjtërores. Unë tek vështroja ikonën e të rëshentës, më rrithnin lot dhe thoja: "E të rëshenta ime, ku është djali im, biri im?" Pasi mua nuk më lejonin të qëndroja pranë fëmijës brenda në spital, por vetëm pasdite në orën 4 deri në orën 5. Pas kishës, shkuam në shtëpi,
erdhi kryepiskopi i gëzuar me Ata Thanasin. Shtruam drekën në sallonin e pritjes. Në vijim, kryepiskopi nisi edhe takimet në zyrën e dekanit të Ata Thanasit. Orët kalonin, ecte koha, edhe kryepiskopi më pyet: "Sa është ora?" Ndërkohë unë isha në ankth, sepse në orën 4 deri në orën 5 duhet të isha në spital, të shkoja tek djali. Dhe me vete thoja: "Perëndia im, sipas vullnetit tënd, si ti mendon?" Edhe kur pyeti kryepiskopi, ora po shkonte 4, pra ishte 4:10. I them për orën dhe ai më thot: "Sa shpejt kaloi ora." Të bekojmë te pricat e tryezës, sepse tryeza e drekës ishte ende e shtruar. Nuk i kishim ngritur ende pjatat nga tavolina. U afrua kryepiskopi dhe bëri lutjen e caktuar të bekimit në këtë rast dhe nisi të bëjë një lutje vetë ai me fjalët e tij. E kujtoj tani atë lutje: "Zot, të falenderoj për bekimet e kësaj dite të sotme që na dhurove. Të lutem për këtë shtëpi, në këtë familje të dërgosh bekimet dhe kërkoj të përmend emrat e fëmijëve në atë lutje. Ju lutem, emrat e fëmijëve." Ata Thanasi i thot emrat me radhë dhe sa po përmendi emrin e Janit, fillova të qaja. Kryepiskopi më vuri re edhe unë i them: "Ndjes fort lumturi. Të prekur në mall, por tani të themi edhe diçka pas mbylljes së kësaj dite të shkëlqyer. Djalin ton e goditi makina dhe ndodhet në spital." Thot: "Po ç'më thoni tani? Le të shkojmë tani siç jemi në spital." Shkuam në spital. Sa po pan kryepiskopin, filluan të flasin. Kryepiskopi i Shqipërisë. Dhe hapën dyert, mjekët, infermierët, një ngjarje e madhe për ata. Edhe kryepiskopi shkoi brenda në dhomën e djalit. Fëmia, djali, ishte me fasha në duar, garza në kokë, në këmbë. Tek shkoi kryepiskopi, unë vështroja nga këndi i derës. Edhe ai merr dhe vendos 2 ngolpionët mbi kokën e djalit dhe lutej ashtu i përkulur për gati 10 minuta vetëm me djalin. Djali më vonë do të pikturonte në krevat veten dhe despotin pranë tij, sepse ai ishte 4 vjeç dhe na thot: "Despoti bëri lutje te Krishti, lutje për mua." Doli djali nga spitali dhe mjekët na thonë se ka ndodhur një mrekulli. Hematoma është zhdukur prej kokës së tij. Nuk u pa e nevojshme për ndërhyrje kirurgjikale në këmbë dhe as për operacion plastik. Vetëm disa qepje u bën. Kështu doli djali nga spitali. Ndërsa djali rritej, filloi të merrej me sport, ishte i shkathët, energjik dhe merrte medalje njëra pas tjetrës me arritjet e tij. Ishte mbushur gjithë muri i dhomës me dekoratat e dalluara të kupave dhe kemi një qese plot me medalje. Nuk mjaftoni gjithë muri për t'i vendosur ato. Dhe të gjithë thonë: "Si i merr ky këto medalje?" Pothuajse pa bërë fare stërvitje. Në një moment hyri në garat e njohura në sportet 8 garëshe të atletikës, hedhje shtizje, vrapime të tjerë dhe mori medalje të artë në rangun kombëtar në të gjithë Greqinë. Στο όκταθλο και κάποια στιγμή πήρε το χρυσό σε όλη την Πανελλήνια, στο ακόντιο, στο τρέξιμο κλπ. Και μετά το φέραμε, το αφιερώσαμε. Και είπε το παιδί, θα το αφιερώσουμε στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος μας έδωσε την ευλογία. Këtë medalje do t'ja kushtoj kryepiskopit Anastas, i cili më ka dhënë bekimin, na thot djali. Do të shkojmë dhe do t'ja japim atje, na thot djali. Por kaluan vitet,
Ndërkohë kishin përgatitur dhe një amballazhim të posaçëm për këtë medalje për t'ia sjellë kryepiskopit Anastas. Dhe mbeti si çështje se kur do të vinim këtu në Shqipëri dhe t'ia jepnim këtë kryepiskopit. Kështu na u dha rasti të vinim në gusht të vitit 2024, pra më 15 gusht, një kohë peligrinazhi, dhe erdhëm te kryepiskopi këtu në Shqipëri, në Kryepeshkopat. Pavarësisht se kishin folur disa herë, ne kishim vendosur të vinim këtu në Kryepeshkopat. Erdhëm për t'ia dhuruar këtu dhe ai u gëzua shumë. Na tha që lutem për Janin, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe na thotë që kjo ju përket juve, megjithatë unë po e mbaj këtu, por kur të largohem nga këtu, kjo do të kthehet përsëri tek ju. Σε εσάς. Θα το κρατήσω, λέει τώρα, αλλά θα το επιστρέψω σε εσάς. Και έτσι για μας ήταν μια πολύ μεγάλη ευλογία για την οικογένεια, όλη αυτή η εμπειρία. Kështu për të gjithë ne, është një bekim i madh për gjithë familjen kjo përvojë dhe madje do thonim që gjithë kjo përvojë nxjerr në pa faktin e shenjtërisë. Sepse unë mendoj që kryepiskopi është jashtëzakonshëm, një njeri perëndie, që me jetën e tij dhe jo vetëm me fjalët e tij, pra me jetën e tij, vullosi që kushdo ai që dashuron dhe sakrifikon, sakrifikim pa mbajtur asgjë dhe pa u menduar dy herë, Perëndia jep pikërisht atë që thuhet në Ungjil. Ai që më beson mua do të bëj edhe ai punët që bëj unë, edhe do të bëj edhe më të mëdha se këto. Ο Θεός του δίνει ακριβώς αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όσοι πιστεύετε σε μένα, δεν θα κάνετε μόνο αυτά που κάνω εγώ, αλλά θα κάνετε και περισσότερα. Και να προσθέσω κάτι ακόμη. Ο Γιάννης... Dhe të shtoj edhe diçka tjetër. Jani studoi arkitekturë në Greqi me bursë, bëri studimet pas universitare, master jashtë vendit dhe u martua me një vajzë nga Gjeorgjia. Babai i saj, pas rënies së komunizmit, u bë një biznesmen i madh. Ai bleu ndërtesa të shtetit dhe prona dhe adhuroi patriarkanës së Gjeorgjisë. Pronat që i përkistin manastireve që shteti komunist e kishte sekuestruar. Dhe kur mësoi Patriku që vajza e tij, Mariami, do të martohej me Janin, thotë: "Kjo është shkruar në qiell, e shkruar nga engjëjt." Kryepiskopin e ftuan në dasmë, por dasma u bë në Gjeorgji. Ai e dinte për ecurinë e Janit. Ne ruajmë letrat, ftesat e të tjerë. Εμείς, ο Αρχιεπίσκοπος για μας είναι Άγιος. Δεν χρειάζεται να τον αγιοποιήσει η Εκκλησία, αλλά είναι Άγιος και στις καρδιές μας. Gjithashtu për ne kryepiskopi është shenjtë. Nuk na nevojitet ta shpall kisha, por është shenjtë në zemrat tona dhe kudo. Gjeronti ynë Atë Emiliani, kryepiskopi Anastas dhe ish kryepiskopi i Amerikës Dimitri, këta të tre ishin së bashku dhe ishin miq që i bashkonte kjo miqësi shpirtërore. Ndërsa Gjeronti, igumeni i Simonopetras, Atë Emiliani, ndoqi rrugën monakale duke ndihmuar monakizmin, fortlumturia e tij kryepiskopi Anastas misionarizmin, edhe ish kryepiskopi i Amerikës që patëm bekimin ta kishim pardje në shtëpinë tonë, do thoja që ndoqi rrugën karrierën e tij universitare. Lavdi Perëndis për bekimet që na jep dhe lutemi që këto bekime të jenë jo thjesht detyrë, por një rast që të na adhurojë edhe në jetën tjetër atë që duan të gjithë njerëzit. Amin. Χρέος, αλλά μια ευκαιρία να μας χαρίσει και στην άλλη ζωή αυτό που θέλουμε όλοι οι άνθρωποι. Να έχουμε την ευχή του. Οратën e tij paçi.